Me lidh pak me deklaratën e nënkryetarit të vetëvendosjes kryeparlamentarin Konjuca deri në seancën e nesërme. Ai tha në takimin me kryetarët e partive, tha që kryetari i kuvendit është pozicion që ka me u negociu, që është pozitë që ka me u negociu për marrëveshje për koalicion me ndonjë parti që këtë rast i binte se është pozitë negociuese me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kur i dërgu formalisht letëra. Dhe nga leximi i kësaj ishte se ai propozim nuk do të ketë për kryetar të kuvendit në mungesë të një koalicioni me një parti që e të kalon gjashtënishin shqiptar, të deputetëve të shqiptar, jo në kuptimin që me pas mbledhje të votave, sepse ta zëm, nëse do të ketë nesër deputet propozim të kryetarit të kuvendit të emrit nga Lëvizja Vetëvendosje, ai do të mund të votojë edhe nga lista serbe. Sepse ne nuk e dim qëndrimin e listës serbe, nëse do të votojmë, paramendojnë në një situatë kur Lëvizja Vetëvendosje e propozon kryetarin e kuvendit, edhe nuk i ka 58 deputet ose 7, siç e tha Marigon, dhe votën për me e zgjedh edhe për me e pas të suksesshëm atë, ja mundson deputetët e listës serbe. Kjo në diskursin pastaj publik do t'i shkaktonte problem të madh për me arsyetu, sepse do t'i binte që deputetët e listës serbe, listë e cila është luftuar edhe përmes qeverisë me mjete administrative edhe përmes vendimeve dhe propozimeve në Komision Qendror Zgjedhor, t'i binte që ajo po ja bën tashmë kuvendin. Për këtë arsye po them që nesër mund të ketë situata ku nuk do të ketë propozim për kryetar të kuvendit për shkak që nuk ka një sigurisë të madhe, shumë të sigurt, që Lëvizja Vetëvendosje ta ketë 100% kryetarin e kuvendit të votuar nga 61 që janë deputet nga deputetet shqiptar. Për më tepër pasaj kjo është edhe fatkeqësi edhe është keq për një republikë demokratike ku nuk dihet emri i kryetarit të kuvendit një natë përpara. Unë është t'i dim cili kryetari i kuvendit do ta drejtojë seancën, cilat janë tiparet e tij të qeverisjes, të menaxhimit të kuvendit, ndërkohë po këtë ditë pritet që në rast se do të ketë ndonjë koalicion të formohet edhe qeveria. Kjo është as nuk ka diskutim për program qeverisës, siç e përmendi Egzoni, çysh është e mundshme që pastaj të ndjeket ai program qeverisës, çysh është e mundshme që të negociohet për gjysmë orë ose për 2 orë një program qeverisës dhe partitë ta votojnë pa ditë kabinetin qeveritar. S'ka mundësi as me u shkru tekst program qeverisës, e lere më mbajt edhe seancë. Nga praktika ne e dim që ka, në kuptimin që janë ChatGPT e copy-paste me ndërtu, po program të mërfill, si që bëjnë vendet demokratike, nuk është e mundur me... Që të promendoj që njëse ka me mujtë vish kuvendi me mujtë mu konstitu edhe ndoshta pozita. Tash do të shohim, nëse e qesin për shembull nuk mundet me vazhdu. Nëse e qesin një emër tjetër, dihet që kanë rri marrëveshje. Për shembull, nëse e qesin zotin Limaj. Po flas për sot një javë, jo në fakt nesër një javë kur u majt edhe mbledhja kryeparlamentarit deri tash zot Konjufca me përfaqësues të partive politike, nën kryetaria e vetëvendosjes Albulina Haxhiu, kur u pyet se ajo vazhdimisht e potencoi që i takon lëvizjes e cila, në fakt partisë e cila ka dalë fituese nga zgjedhjet, i takon me propozu kandidatin për kryetar kuvendi, mirë po kur u pyet nëse Lëvizja Vetëvendosje do të propozoj një emër të një kandidati prej një partie tjetër, ajo tha që hala kur gjë nuk është e sigurt. Kështu që mundet me ndodhe dhe që ajo që po thotë... Jo, që unë përmendon tekstualisht, ose prafërsisht me cituesët e Konjufës ka thonë, Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka dhënë ende emrin e kryetarit të kuvendit, sepse të gjitha pozitët saj përket përbërjes së re të mazhorancës i nënshtrojnë edhe principeve ku hyn përpjekja për me themelu qeverinë. Kuvendi në asnjë vend demokratik nuk është qëllim në vetvete, kuvendi themelohet për me mujt me zgjedh qeverinë. Kjo e fundit është e pamundur me u themelu pa u arrit një koalicion i cili krijon mazhorancën e aftë për me zgjedh me 61 vota një qeveri të re. Në këtë princip i nënshtrohet edhe negocimi për kryetar të kuvendit. Kjo është arsye pse ende nuk është thënë emri i të propozuar për kryetar të kuvendit. Nuk janë të ndora, që është egzën sipas Konjufcës. Këtu po shoh prap një problem me që s'ka deri më tani.